Përshëndetje, po përsëritet skenari I njëjtë, ishte një kërkesë e kryesuesit të seancës që të konsultohemi, që seanca të mbahen çdo javë, normal që u refuzua nga të gjitha partitë, nga partitë opozitore, për shkak se është shkelje kushtetutës, se me kushtetutë thuhet që çdo 48 orë, andaj ne nuk e pranuam. Kështu po ju adresona nëse keni ndonjë pyetje, po I marr pyetjet sepse vërtet s'po kemi se çka me u përgjigj. E mira është s'po di vesh me propozu për çmim Nobel Albulena Haxheve, dhe pse çmimi Nobel është për të arriturat dhe sukseset në ndonjë fushë ose ndonjë lami, e tash me propozu veç për çmim Nobel për dështimet e njëpasnjëshme me plot seanca dhe vazhdimi I lëvizjes vetëvendose me të njëjtin kandidat. Po në fakt tash po nisem për në gjykatën kushtetuese, është afati I fundit për dërgimin e komenteve, kemi hartu edhe disa komente në përkrahje dhe në mbështetje të asaj që kemi dërguar dhe arsyetimin sepse duhet të trajtohet me seriozitet, ne tash po fillojmë me shku me gjykatën kushtetuese, tash do I dërgojmë, do I dorëzojmë dhe normal që dëshirojmë me u fuqizu kërkesa paraprake që e keni pas edhe ju si mediume.